unë prej Tetove kam ardhur, jam lodh 3 orë. Ti si e ndjen këtë punën e rrugës kur shkon prej Struga në Shkup dhe Anasjellës? Po shive, ne kemi një distancë me Shkupin, mendoj, Struga ka rreth 160-170 km, që për kohën të cilën e realizojmë dhe kushtet të cilat i ka rruga tash, mendoj që nuk janë konform pritshmërive dhe asaj që meritojnë qytetarët në vendin tonë, sepse edhe ne jemi si të gjithë qytetarët tjerë evropianë apo qytetarët e vendeve zhvilluara dhe ne meritojmë standarde adekuate të edhe komunikacionit edhe gjithë çështjeve tjera, edhe të jetës, po mendoj se ndërtimi i kësaj rruge dhe asaj korridori 8 që quhet, do duhet të jetë një nga prioritetet kryesore të kësaj qeverisje, me që ju e dini se sa sfiduese ka qenë fillimi i punimeve për korridorin 8, mendoj të gjithëve ju kujtohet, dhe besoj që tempoja e ndërtimit kësaj rruge nuk duhet ngadalësohet siç ka ndodhur, por duhet akoma më shumë të shpejtohet, duke pas parasysh që flasim për një zonë e cila edhe mbas të dhënave statistikore është një nga zonat edhe më të fuqishme ekonomike të Republikës së Maqedonisë periudhë, dhe do duhet sa më shumë vëmendje dhe kujdes që kjo rrugë të ndërtohet më shpejt.